Në prefekturën e Qarkut të Gjirokastrës u zhvillua takimi ndërinstitucional i Task Force-s për mbarvajtjen e sezonit turistik me pjesëmarrjen e kryetarit të Bashkisë Gjirokastër Flamur Golemi, si dhe drejtuesve të institucioneve përgjegjëse. Prefektja e Qarkut Gjirokastër Albana Hasanaj kërkoi angazhim, përgjegjësi dhe bashkëpunim të ngushtë nga të gjithë aktorët dhe institucionet përgjegjëse me synim garantimin e një sezoni turistik sa më të suksesshëm. Parasysh faktin që turizmi është një nga shtyllat kryesore të ekonomisë për qarkun e Gjirokastrës, po padyshim edhe për bashkinë e Gjirokastrës, është shumë e rëndësishme që ne të jemi bashkë në gjithë këtë periudhë kohore për të koordinuar punën dhe për të ofruar një shërbim cilësor, duke patur parasysh që ky turizëm është shumë i rëndësishëm për bizneset familjare, padyshim që shoqërohet me vende pune, me gjenerim të ardhurash e në të njëjtën kohë me rritje të standardit të jetesës për gjithë komunitetet tona. Për sa i përket shifrave për periudhën janar-maj, kanë qenë shifra optimiste, shifra të kënaqshme dhe entuziaste. Rreth 160.000 vizitorë kanë vizituar qarkun e Gjirokastrës, padyshim që na bëjnë optimist, por në të njëjtën kohë na rrisin edhe përgjegjësinë për të qenë në nivelin e duhur dhe për të sjellë një standard që duhet ta ketë qarku i Gjirokastrës. Gjatë takimit u vlerësuan masat e marra deri tani, u evidentuan problematikat që kërkojnë ndërhyrje, si dhe u koordinuan veprimet ndërmjet institucioneve për të garantuar standarde sa më të larta në pritjen dhe shërbimin ndaj vizitorëve gjatë gjithë sezonit turistik. Për atë çfarë marrin turistët kur largohen nga Gjirokastra është pikërisht detyra. Neve bëjmë thjesht detyrën, bëjmë aq sa mundemi. Duhet jemi vigjilentë sidomos në pjesën e zjarreve. Është një sezon që ka nisur. Marrim edhe nga mësimet që kemi marrë vitet e kaluara, se përgjithsisht në një krah merreshim me pjesën e turizmit dhe në krahun tjetër Gjirokastra u pushtua nga zjarret. Dhe unë besoj që këtu kanë nevojë më shumë edhe më shumë për vetdije, edhe më shumë duhet të flasim edhe të diskutojmë, sidomos drejtori i bujqësisë e ka marrë detyrë funksionale që të diskutojmë pjesën e barimeve, por besoj edhe policia e shtetit në zonat respektive do bëj punën e vet. Pjesën e ujësjellësit, unë me drejtorin e ujësjellësit jemi në komunikim të përditshëm. Për fat të mirë qyteti ka ujë 24 orë dhe është nga ato zonat që tashmë është e zgjidhur problemi i ujit. Me fshatrat kemi patur problematika të vogla. Sipas të dhënave zyrtare, nga fillimi i këtij viti deri në fund të muajit maj, qarku i Gjirokastrës është vizituar nga rreth 160.000 turistë. Institucionet theksuan se një territor i mirë menaxhuar, i pastër, i sigurt dhe mikpritës mbetet përgjegjësi e përbashkët dhe një nga garancitë më të rëndësishme për promovimin e vlerave të jashtëzakonshme turistike që ofron Gjirokastra dhe rrethinat e saj.